Po ndalë pak të personat që bojnë aktivitet fizik, edhe gjatë temperaturave të larta që se ndalin rutinën e tyne, që do të me ushqy gjatë ditëve kur janë temperaturat e larta, sa orë para fitnessit ose sa orë mrapa fitnessit, çka duhet me marë para ushtrimeve, çka pas? Kryesisht proteina i duhet, për shkak që më ushqy muskujt. Magneze, unë preferoj për shkak ka magnez sasi të lartë kanë forat e kungullit edhe forat e shumta, po nuk mjafton magnez vetëm përmes ushqimit, magnez dush me marr edhe suplement. Po, sasi shumë të madhe, sidomos gjatë verës si duhet edhe sasi, po në magnezi patjetër. Preferohet me marr protein, ndaj vakt lehtë, jo shumë pas, sidomos pas është shumë e rëndësishme me marr ndaj vakt lehtë me proteina, qoftë ndaj kos grek, për shembull me ndaj frut me indeks glikemik shumë të ulët, po kryesisht proteina vezë është diçka më shpejt që mujnë me përgatit. Edhe uji, e thash 0,60 miligram për kilogram peshë trupore, 0,60 e pjeston me sa kilogram i ki. Edhe qaja është sasia ujit që duhesh me marë. Mundësisht ujin duhet me nda për gjatë gjithë ditës, jo me marë të njëjtën kohë. Këto janë kryesisht. Po,